Fundimit e pjesës së parë në takimin Drita-Prishtina, pranë rezultatit 35-39, u ndërprej loja në Gjilan me praninë e 2000 spektatorëve. Skenat e basketbollit i lënë vend atyre që më tepër u përngjajnë raportimeve nga luftimet izraelito-palestineze. Në tribunat e palestres në Gjilan filloi përleshja në mes të tifozëve Prishtinas dhe atyre të Gjilanit. Tifozët filluan të shkatronin karikat e sallës, me që rast pati lëndime edhe në mesin e tyre. Me këtë rast, tifozët shkatruan po ashtu edhe 2 veturat të policisë e Unmikut dhe një tjetër të shërbimit policor të Kosovës. 4 policët të lënduar të shërbimit policor të Kosovës me njëherë janë transferuar në spitalin e Gjilanit, përderisa njëri prej tyre ende po nënshtrohet tretmaneve mjekësore. Policia e Unmikut dhe KFOR-i me njëherë kanë shkuar në vendngjarje për të qetësuar situatën. Me këtë rast, ata kanë arrestuar 17 persona, 5 prej të cilëve ende po mbahen në paraburgim. Policia ka bërë me dije se hetimet po vazhdojnë lidhur me incidentin e mbrëmshëm në palestrën e sporteve në Gjilan.